Ilva shpërthen në Instagram dhe këtë herë shan të gjithë fansat me profile falso. Pothuajse çdo portal online ka shkruar për këtë lajthitje të këngëtares dhe nëse bëheni kurioz se çfarë ka shkruar, hidhini një sy Instagramit të saj. E themi se nuk është mirë të shash shqiptarat nga familja dhe ky ishte momenti kur Bleona mbeti pa fansa. Aurela Gaça festoi ditëlindjen e vajzës së saj Grace dhe thotë se është mami më e lumtur në botë. Këngëtarja postoi këtë foto në Instagram ku ndër të tjera shkroi: "Si sot 4 vjet më parë, jeta jon mori një tjetër kuptim. E lumtur çdo ditë. Ne ju urojmë Grace edhe 100." Ilva Tare ka ndryshuar look. Për vitesh në ekran e kemi vënë re se gazetarja kalon nga ekstremi në ekstrem dhe kështu ndodhi. Ajo ndryshoi flokut nga brune në bionde dhe vlen për të përmendur fakti se në foton që shihni, ajo është veshur nga Bora Kokdhima apo e thënë ndryshe, Savazh. Ilva Tare që në fillimet e saj është quar për pëlqimin ndaj të bukurës. Dhe sigurisht, ne nuk mund të qëndronim në heshtje pa i bërë një kompliment. Ilva, you look mad. Duket se këngëtarja Tuna pas ka marrë rrugët. Nëse u shqetësuat dhe ju mori malli, po ju bëj me dije se ajo ndodhet në Bahamas, të paktën këtë ka thënë në foto. Bukuroshqja nuk preferoi të postonte një selfie, por zgjodhi këtë foto për të treguar se po kalon mirë në qetësinë e qiellit blu dhe aromës së barbecues. Kjo Tuna bën jetë.